Kthehemi në studio, diskutojmë tani se i takon zhvillimeve politike dhe gjyqësore. Unë kam një panel online, nis me njëherë prezentimin e të ftuarve, është bashkuar ne kolegu gazetar dhe analisti Poli Hoxha nga Alfa Press Pikat. Poli, shumë faleminderit, kënaqësi të kemi me ne. Faleminderit ju. Ndërkohë paralelisht kemi dhe avokatin, juristin Indrit Sefa. Indrit, shumë faleminderit, shumë kënaqësi të bisedojmë. Faleminderit për ftesë. Mirë, unë përnis bisedë me Polin se i takon konfirmimit që bëri Berisha vetëm para pak qastesh lidhur me praninë e tij nesër në orën 9 në SPAK. Poli, çfarë të bën përshtypje, tha që është një proces politik. SPAK-u, sipas tij, po citoj Berishën, donte të bënte një show mediatik, tha, pasi më shpejt u njoftuan mediat se sa u njoftova unë. Si e ke parë gjithë këtë histori që vijon që prej 2 nëntorit? Të them të drejtën për hir të së vërtetës, nuk më ka surprizuar sjellja e zotit Berisha me SPAK-un, sepse kjo sjellja e përdredhjes erdhi e mora vajtin 4-4, vajtin 4-5, zarfi vajtit e PD-ja, u kthye mbrapsht te PD-ja apo dhe te kuvendi këtë radhë. Është copy-paste si historia e thirrjes, e njohjes për klubin Partizani. Por ajo që më bëri përshtypje, domethënë, më bëri përshtypje një farë frike, domethënë në kuptimin sepse Berisha nuk po thirret si pandeu, nuk ka ende pandeu nga kjo çështje, po thirret në dinin time si një nga rreth 100 persona të cilët do thirren pas rihapjes të kësaj çështje me vendim të gjykatës së Strasburgut dhe me urdhër të gjykatës së lartë për SPAK-un, pasi dolën detaje elemente të re dhe përcaktimi i pisës që këtë radhë bëhet fjalë për vrasje me shtetërore, vrasje shtetërore dhe me dashje, pastaj për shpërdorim detyre, të gjitha këto në bashkëpunim apo veç e veç, pastaj për pengim të drejtësisë, pastaj për prishje të provave. Është edhe pjesa tjetër gjithëpërfshirëse e organizimit dhe pjesa tjetër përballë kryeministrisë. Dhe Berisha më bëri përshtypje një në radhë të parë, domethënë jo thjesht për këtë shmangje, sepse ka natyrë të gjithë politikës, nuk është paraqitur asnjëherë në prokurori as për Azemajtarin, preferonte të dërgonte letra në ambasadën amerikane, nuk është pyetur asnjëherë as për 14 statorin që ka një ngjashmëri tipike, janë produktet politikës shqiptare, vetëm mund të ndryshojnë kahe, brenda në zyrit e Fatos Nanua, jashtë ishte Sali Berisha, me antitanke, me ashtu, nuk u vra njeri për fat në atë kohë, sepse Nanua zgjodhi ta dorëzonte godinën dhe u largua, ndërkohë që 21 janari është plas në përgjithësi, sepse është e njëjta gjë, u vran protestues në fund të protestës. Dhe zoti Berisha, dy janë elementët që më bën përshtypje, sot e përforcoj. Elementi parë ishte që tha unë gjithmonë kam kërkuar prokuror ndërkombëtar. Tani, tashmë kemi një drejtësi, kemi një prokurori të posaçme të përkrahur, por dhe të asistuar nga ndërkombëtarët. Dhe e dyta, e dyta ishte që zoti Berisha sot e deklaroi paraprakisht që unë do shkoj atje, sepse de facto s'ka çfarë të bëj, unë do shkoj atje, do jap dëshminë time, por sa unë do dalë që andej, por pastaj unë aty do filloj gjyqin politik. Ndaj Ramës, ndaj çka. Domethënë që paraprakisht zoti Berisha e ka politizuar si gjithë klasa politike, siç e di Rama politizon Erion Velin, Erion Velia veten, Belinda Balluku veten, Ilir Meta veten, Sali Berisha në çështje të tjera veten, nuk është ndonjë gjë e re kjo. Thelbi është që ky është një hetim i cili shënjon histori, domethënë vrasjet e 21 janarit janë një lloj ngjarje e cila edhe po ta shikosh sot i përzien gjithë klasa politike që është në lojë, është atje në atë shesh. Madje ke edhe absurde të këtij lloji, që ata që kanë qenë në shesh përballë zotit Berisha në atë kohë, sot janë me zotin Berisha, si noka, ke element, apo qefalia, jo qefalia, deputeti tjetër i PD-s që u fut tani. Apo nga ana tjetër ke protagonist, i Bamir Topi, ish presidenti, ish prokurori i përgjithshëm,
e tjerë. Dhe kjo është një lloj ngjarje, e cila duhet zbardhur sepse është ban peng gjithë klasën politike dhe demokracinë dhe atë tranzicionin. Është një nga gjërat. Nuk e di sa ka nesër e tjerë. Thirrja e zotit Berisha është thirrja si nga një gjithë të tjerët. Ne kemi parë vetëm zotin Basha publikisht dhe doli dhe pranoi që Sarkis Endini ka dëshmuar atje dhe bëri thirrje sërish siç ka bërë gjithmonë për një hetim të thellë dhe gjithëpërfshirës. Kështu që qëndrimin e zotit Berisha nuk ka të bëjë, është një qëndrim i gjithë i klasës politike që ka punë me drejtësinë. Çështja është, serioziteti është se sa këtë herë Paku, prokurori i çështjes apo gjithë ata që ndihmojnë atje, kanë ecur përpara dhe me provat e reja që kanë dalë edhe më e bukur është sepse është herë e parë, çështja është shumë konkrete, është herë e parë që do kryqëzohen dëshmitë. Okay. Kjo thirrja nuk është për procedim, është thjesht zoti Berisha, filani ka thënë kështu për atë ditë. E ke parasysh? Ti çfarë mendon filani ka thënë kështu? Sepse dhe garda, Berisha sot tha që është gjykuar një herë tha e tjerë, por gjykuar për vrasje aksidentale. Ai gardi i rikoshetave mungon. Tani gjykohesh për vrasje me dashje dhe nuk e di kush do ta marrë përsipër gjithë këtë histori. Okej. Indrit, nga aspekti ligjor, çfarë bën përshtypje, Poli thotë që do ketë një kryqëzim dëshmish pas 14 vitesh, çfarë mund të bëhet për 21 janarin, sjelljen e Berishës si e pe, po të bëj edhe pyetjen që i bëra fillimisht Polit dhe gjithashtu duket sikur ka një kërkesë nga opozita që të shihet edhe opozita e dikurshme, pra Partia Socialiste që organizoi protestën, beson se do të ketë thirrje të individëve që kanë patur dieni nga pala tjetër? Unë e di që janë thirrur nga personat që kanë organizuar protestën, ka dëshmuar Samir Tahiri, ka dëshmuar ish deputeti Xhemal Çifalia, kanë dëshmuar dhe personat të tjerë që kanë qenë në pjesën e personave që kanë organizuar këtë protestë. Unë mendoj që deklarimet e zotit Berisha do jenë në funksion të mbylljes së hetimeve dhe arritjes në një konkluzion përfundimtar në lidhje me këtë procedim penal, pasi siç e dim ky është një procedim penal i urdhëruar nga gjykata e lartë pas një vendimi të gjykatës së Strasburgut dhe mendoj që prokuroria e posaçme SPAK më në fund do marrë një verdikt përfundimtar në lidhje me këtë ngjarje. Kjo është një ngjarje aq politike fatkeqe dhe ngjarje e rëndë penale, por është edhe një ngjarje politike e cila është përdorur në mënyrë politike në mënyrë të vazhdueshme nga majoranca e sotme. Më në fund do kemi vendimarrje përfundimtare nga ana e prokurorisë, e cila do arrijë në konkluzionat a ka elemente veprës penale për persona të tjerë,